Përshëndetje të nderuar kudo që jeni dhe nga kudo që po më përcjellni. Postimin të cilin e bëra sot pasdite si lajmërim se në këtë video të sonte do të flas për rolin e Egjiptit në shpëtimin kësaj radhe të popullit palestinez dhe të Gazës, për 5 orë e gjysmë deri në këto momente, sa po e shoh, e kanë lexuar 245.000 e disa njerëz, qerek milioni, prej të cilve 3.300 e diçka kanë reaguar në te, ose duke e pëlqy, like duke e bë, ose duke komentuar në te, ose duke e shpërnda atë, për cilën ju falenderoj dhe ndjehem mirë, komod, krenar që po arrim në këto shifra të komunikojmë ndërvete. Si që kam bërë shumë herë në videot e mija, në postimet e mija tek muri im në Facebook, edhe kësaj radhe, po ju drejtohem të gjithë juve, e sidomos këtyre 245.000 njerëzve të cilët e kanë lexuar statusin tim, që ta bëni subscribe kanalin tim, të i kontriboni kësaj hapësire mediatike, duke i shpërnda videot e mia, shpërndajeni. Dhe nëse nuk arrin këta 245.000 të gjithë, ta e shpërndajnë dhe ta bëjnë subscribe kanalin, atëherë së paku mos të mbetet në 3.300 shpërndarje dhe subscribe të ri. Por të mundohemi së paku ajo gjysma e këtij qerek milioni të reagoj si ndihmë dhe mbështetje për kanalin tim në YouTube. E di se është shifër e madhe këtyre njerëzve t'ju drejtohem, që së paku gjysma e tyre të reagojnë si ndihmes dhe mbështetje të kanalit, por gjithsesi ata të cilët po më përcjellni, po më dëgjoni në këto momente, dhe ata të cilët ju dëgjojnë juve, të gjithë juve ju bëj edhe njëre kërkes, lutje, që ta bëni subscribe kanalin dhe t'i shpërndani videot e mia. Këto ligjerata të përgatitura me elokuencë, të përgatitura me kujdes të veçantë në mënyrë që informacionet, njohurit, diturit të cilat i prezentoj para juve këto, të jenë objektive, të jenë të qarta dhe dasht Allahu i madhreshëm të jenë të dobishme për të gjithë ne. Ju falenderoj, ose i falenderoj të gjithë ata që deri më tani në përmes subscribe-ave, abonimeve, në përmes shpërndarjeve, komenteve i kanë kontribuar kësaj hapësire ta quaj mediatike timen. Në ndërkohë, miq, falenderoj Allahun e madhreshëm që dikur kam qenë kuadër i dal nga katedrat e Universitetit të El Azhar Sharifit në Kairo. Njërit prej 3 universiteteve më të vjetra të para në botë. Kjo vatër diturie, kur pandërprej, është përmend dhe mësuar e shpjeguar emri i Allahut. Kjo vatër diturie, nga ku kanë dalë kuadro që kanë bajt gjallë emrin e Allahut, emrin e Islamit dhe të Kur'anit, në gjithë botën e kanë shpërnda, në gjithë botën arabe islame, e kanë shpërnda atë dituri që e kanë marrë nga aty, dhe për hiq më pak se 1.000 vjet, kuadrot e dala nga Azhari i kanë kontribuar për të mirë njerëzimit në çdo cep të botës. Nuk e thash gabim. Për 1.000 vjet e më shumë, Universiteti i Azharit
qëndron dhe shërben si fenar i diturisë. Shkëndijat e të cilit kanë ndriçuar vërtet çdo vend, çdo qytet, mbase edhe shumicën dërmuese edhe të fshatrave të botës islame dhe njerëzit të cilët janë shkolluar aty i kanë ofruar njerëzimit në çdo vend të botës njohurit të cilat i kanë marrë prej aty. Një ndër ato kuadro që kanë dalë prej aty jam edhe unë, që për vitet të tëra jemi së bashku, për dekadat të tëra mundohem që të ndaj me lexuesit e mi, me dëgjuesit e mi, me njerëzit të cilët më njohin, ato që fillimisht i ka marrë në Azhar Sharif. Allahu e ruajt këtë universitet dhe ja zgjat jetën deri në fund, deri në ditën e kiametit. Tash, do të flasim për Egjiptin, rolin e Egjiptit. Po e bëj një skem imagjinative. Imagjinoni skenën, miq, Allahu na ruajt prej saj, ku pas 2 vjete bombardime kur pa u ndal mbi kokat tuaja, një ditë sa kaq filloni të ktheheni në vendin ku keni lindur dhe ku keni jetuar, e rritur, e vepruar atje. Dhe kur kthehesh aty, tek obori i shtëpisë sate nuk gjen asgjë tjetër pos rënoja rrafsh me tokë. Në për lagjën tuke kaluar, në lagjën ku ke jetuar, me vështërsi e duron erën kundërmimin e kufomave të njerëzve të cilët janë kalbur nën garmadhat e lagjës tënde. Duke e ditë se ato kufoma janë evladët tuaj, mund të jenë prindërit tuaj, vëllezërit tuaj, motrat tuaja, e ti tani si i vetmuar që ke mbet gjallë, sipas kaderit dhe nasibit të Allahut, ma nuk i ke as ata evlad, as ata prindër, as ato motra, as ata vëllezër e as një prej ati farefisi. Je i vetëm dhe si i vetëm, tani më prej sot do të fillosh jetën prej zero në çdo gjë që të ofron jeta. Me këtë pamje, me këtë mizerje sot, janë balafaquar së paku 11.200 jetim palestines dhe palestineze. E shumica prej këtyre 11.200 që kanë mbet të vetmuar në jetë dhe nuk kanë asnjë antar të familjes, shumica e këtyre janë familje. Këtë piktur kështu të palestinezve ua ka pikturuar i kërkuari nga gjykata penale ndërkombëtare. Koka e krimit për dekada, pikërisht kryeministri i tanishëm i Izraelit Benjamin Netanyahu. Nuk pata qare pa bë një hyrje të këtil, përderisa do të flas, edhe njerë po e përsëriti, për rolin e Egjiptit në shpëtimin edhe të këtyre 11.200-ve edhe të atyre palestinezve të tjerë, të shëndosh dhe të plagosur, të shëndosh dhe të smur, që arritën të kthehen dhe po arrin të kthehen
me turma, me efwagja, si thot Kurani, me turma njerëzish në për vendbanimet e tyre. Nuk pata qare pa e bë një hyrje të tillë. E them troq që në fillim, roli i Egjiptit në shpëtimin e popullit të Palestinës, të palestinezëve, rol pa të cilin Gaza nuk do të kishte më asnjë musliman e asnjë njeri, është rol i padiskutueshëm, i pakontestueshëm dhe i madhërishëm. Rol her ndonjë populli Allahu ja bën nasib një rol të tillë. Po të ishte vend tjetër, çfarë do të bëhej? Po të kishte qenë Egjipti ndonjë vend më i dobët ushtarakisht, më i dobët në numër, me më pak përvojë në luftë me izraelitët, çfarë do të ndodhte a thua sot në Gaza? Dhe po mos të ishte ky Egjipt, Gaza nga tani do të fillohej të shndrohej në një vend me kumarhane të njohura në botë, filiale të kumarhaneve të Las Vegasit, të Monakos, të Beogradit, të Moskës apo të ndonjë vendi tjetër. Dhe këto, si përgjigje ndaj të gjithëve, të cilët po komentojnë dhe po më komentojnë në muret e mia në për rrjetet sociale, disi si me inat ndaj Egjiptit, kundër Egjiptit dhe ndaj rolit të Egjiptit, të cilët po thonë se po mos të ishte Trump, Gaza do të ishte shkatruar, se sa për Egjiptin nuk do të dukej më në hartën gjeografike, u përgjigjem shumë shkurt. Po, pas një roli që pati të shfarosjes së Gazës dhe të popullit të Gazës, Donald Trump, në moment vendimtar, ndryshoi qëndrimin e tij dhe roli i tij do të jetë i pazavendësueshëm për momentin. Emri i tij do të hy në analet të historisë si person, si president i shëbave, shtet kë i cili sakaq e ndryshoi qëndrimin për 180 shkallë dhe mori vendim që ta shpëtoj Gazën dhe palestinezët, aty dhe në bregun perëndimor. Megjithatë, pajtohem me atë pjesë kur flisni për Trumpin jo, dhe të tjerët, por megjithatë, po mos të ishte Egjipti konsistent në qëndrimet e tij, i fuqishëm në atë që ka thonë, rezistent ndaj kërcënimeve amerikane, evropiane dhe të Izraelit, po të ishte presidenti i tanishëm Abdul Fattah el-Sisi, person i cili do të joshej dhe do të mashtrohej nga joshja 600 miliard dollarëshe, merri këto para, por pranoj palestinezët në tokën tënde në gadishullin e Sinas, sot Gaza nuk do të kishte. Ato turma njerëzish, si në ditën e mahsherit, si në ditën e kiametit, tu këndu tekbire, sot në këtë ditë gjymaje, të falet për herë të parë, pas 24 muajve, namazi i gjymas, në një grumbull njerëz afër 300.000 vetë në qytetin e Gazës, kjo merit, ky nimet, ky bereqet, ky nasib i madhërishëm i takon Egjiptit, administratës egjiptiane, të Kajrës zyrtare dhe të popullit në përgjithësi. Duke mos e haruar emrin e universitetit, emër me të cilin e nisa sot videon, Universiteti i El Azharit. Shejkhul Azhari,
profesor Dr. Ahmed e Tajib, Allahu i dhënd shëndet dhe jetë të gjatë, është po ai Shejkhul Azhar, i cili kur i bëri thirrje egjiptazve që të mbrohet jo me fjalë, por edhe me vepra Gaza, 12 milion egjiptian në Kairo dhe qytetet e tjera të Egjiptit dolën në rrugë me një pankartë të vetme. Duam luftë për mbrojtjen e Gazës dhe palestinezëve, duam luftë me Izraelin. 12 milion njerëz dolën në rrugë për ta mbrojtur Palestinën dhe palestinezët. Roli i Azharit, pra miq, ai vend nga ku kam dalë si një kuadër modest, tani si që jam, roli i tij do të shkruhet në analet e historisë me shkronja të diamanta, të arta do të ishte pak. Fetwat të cilat kanë dalë prej Xhamiatul Azhar, prej Shejkhul Azhar, kanë lëkund 110 milion egjiptian dhe kanë lëkund zemrat e më shumë se 1 miliard muslimanëve të botës. Prandaj them se Trumpi po e ka rëndësien e vetë, por pas kështë dasht Allahu i madhreshëm që Egjipti të jetë në kufi me Gazën, dhe nga Egjipti e ose nga Izraeli që të ka s'ka, t'i vinë ndihma popullit të Gazës, popullit heroik, heronj të gjallë, edhe ata të cilët kanë vdekur. Ahyaun, walakin antum la ta'lamun. Ata janë të gjallë, por njerëzit nuk e din se ata heronj, ata shuhada të cilët kanë vdekur, janë të gjallë tek Allahu i madhreshëm. Egjipti, presidenti i Egjiptit, unë kam folë edhe përpara për Egjiptin dhe për presidentin, e kam spjeguar Egjiptin dhe këtë president dhe politikën me atë gjuhë të cilën është dashur ta përdori për temën në fjalë. Meq, unë nuk jam dhe kur nuk kam e qenë që nëse për një lider politik, apo për një dietar, apo për një person, për shkak të një çështje të caktuar, sot kam folë me tone kritike, qëndrimi im të mos ndryshoj për gjatë gjithë jetës ndaj këtij personi. Jo më rëbur. Njerëzit e mençur, njerëzit e dijes, njerëzit që rrethohen me libra, njerëzit intelektual, akademikët, nuk guxojnë të mbajnë qëndrime statike, e kam thonë njëherë në atë kuptimin shqiptar që të këtyne herët, i kum thonë njëherë dhe ma to kam orotluhe, unë nuk e ndryshoj qëndrimin. Jo. Qëndrimi nga njeriu i meqëm bëhet sipas nevojave e sidomos nga elita intelektuale. Nuk do të miren me emna, por me përmbajtjen e fjalëve dhe veprimtarive të cilët emrat e caktuar i kanë bërë dhe zhvilluar për gjatë jetës së tyre. Pra, nëse ndonjëherë kam folë për Egjiptin me tonën negative, kjo nuk dënë të thotë se unë sot këtu para ju do të shkeli rolin gjigant, spektakolar të egjiptazve, të popullit e Egjiptit, vetëm sot 1700 shlepera i janë afruar kufive të Gazës. Nga ku? Janë shlepera me mallra të ardhë shumica dërmuese nga populli i Egjiptit dhe nga qeveria egjiptiane. Dhe dy, si përgjigje ndaj kësaj kategorie të njerëzve, të cilët kështu ngusht, nga një lup tepër e ngusht i shikojnë gjërat. Dua ta përmendi edhe një moment shumë të
rëndësishëm. Përgjatë gjithë historisë, e sidomos historisë moderne, Egjiptit i ka takuar që të jetë një vëlla i madh i botës arabe. A mund të besoni ju se 95% të kuadrove deri para 10-15 vjetë, 20 vjetë, mos thëm 30, të kuadrove të shteteve të gjirit persik, të atyre vendeve të pasura, Allahu ja fshtoft, janë kuadro të dala nga universitetet e Egjiptit. Xhamit e vendeve arabe, Arabi Saudite, Emirateve, Bahreinit, Katarit, Omanit, Kuvajtit, kanë mugullue prej zërit kumbues të imamve, të cilët ose egjiptas nga Azhari, ose të tyre por të shkolluar në Azhari Sharif. Tek vonë kanë filluar universitetet tjera në vendet arabe të gjirit persik, që të krijojnë kuadrot e veta të mjaftueshme, mësuesit e tyre, pastaj arsimtarët, pastaj profesorët dhe t'i hapin universitetet e tyre. Ndaj këtij Egjipti, pra, do të kemi kujdes teksa flasim, sepse shikuar në një veprim, apo në një person, apo në një ngjarje, trajtimi i përgjithshëm i Egjiptit del nga jo karikatur dhe jo vetë bëheni karikatur. 600 miliard dollar i ka refuzuar Egjipti si kompenzim për t'i pranuar palestinezët. 52 miliard dollar e kam spjeguar para 3-4 videove. I ka ndërpreu marrëveshjen, e prishi marrëveshjen Netanyahu me Egjiptin për atë gazin që do të shndrohej në turbinat e fabrikat e Egjiptit në gaz të lëngshëm për t'ia shit Evropës. E bëri Netanyahu këtë, se ka çka mujt me një popull 110 milion dhe me një ushtri ndër më të fortat në botë, ka çka mund ta ngacmoj dhe ta dëmtoj. E ndërpreu atë si hakmarrje ndaj Egjiptit, ndaj politikës së tanishme të Egjiptit, jo të Mohamed Mursit më para, dhe si një hakmarrje ndaj Evropës, e cila kishte paralajmëruar kohë më parë. E 3-4 shtete veç kishin vepruar se do ta njohin në shumicë shtetin e Izraelit. Turqia, pa pikë dyshime, pastaj Katari, e sidomos Egjipti, janë 3 vendet kyçe të cilat që 2 vjet e bën të pamundurën. Edhe në takimin që e patën me Donald Trump, kur deshtën t'i mashtrojnë liderët arab dhe islamik, me ndryshimin e përmbajtjes së marrëveshjes, e më pastaj, për shkak të qëndrimit, sidomos të këtyre 3 shteteve dhe Pakistanit, kthehet, riparohet, rregullohet me një aneks marrëveshja dhe pranohet nga të dy palët. Përderisa Izraeli po shpresonte dhe ëndronte se Hamasi do të refuzon marrëveshjen, planin e paqes, duke dëshiruar që edhe më tutje ta vazhdon gjenocidin deri në vrasjen e palestinezit të fundit, pikërisht Turqia është ajo e cila me insistim dhe ndërta Ibrahim Kalın, por edhe Hakan Fidan, aparatura politike e Turqisë, ulen më shumë se një herë për 2 ditë rresht me Hamasin dhe e udhëzojnë, mos të them e detyrojnë që ta pranojnë marrëveshjen, përndryshe do të jetë fundi i tyre pa kthim. Pra, Turqia në rrafshin ku ka mund të veproj, Katari, Egjipti, Arabia Saudite si pas rolit dhe mundësisë së vet, dhe
Shumica e shteteve arabe me revolta popullore e kanë shpreh gatishmërinë e tyre që t'i dalin në ndihmë vëllezërve të tyre kafeja musliman dhe nga gjaku arab në përgjithësi. T'ju kujtoj, pikërisht Egjipti është i cili i bën 3 lufta shkatërrimtare me Izraelin. Të parën e bën pikërisht për shkak të palestinezëve, për t'i mbrojtur palestinezët. Për këtë arsye, Abdul Ati, ministri i jashtëm egjiptian, në seancën e kaluar të Kombeve të Bashkuara, duke e goditur tavolinën folioren për të cilën fliste, tha ju drejtua shëbave dhe botës se Egjipti nuk do të pranon të jetë port që çon ka vdekja dhe zhdukja e palestinezëve dhe ne nuk do të lejojmë nakbën e dytë. Çfarë është nakba? Nakba është dobimi masiv, katastrofik, dobimi biblik që thuhet në gjuhën shqipe përdoret ky term. Kur në vitin 1948, 750.000 palestinez, pjesën më të madhe të tyre, të lidhur duarve dhe këmbëve, e një numër i tyre bashk dure kam të lidhur, i ngarkojnë për anije dhe i hedhin kah kanë mujt në çdo cep të botës. Deri në Venezuelë, e Kolumbi, e Suriname, e Bolivi, e Argjentinë dhe vendet të tjera të Amerikës Latine. Pra, Abdul Ati tha, nuk lejojmë na, Egjipti është i vendosur se nuk do të lejojmë nakbën. Nakba është, do me thonë, dobimi masiv i palestinezëve nga tokat e tyre. Vazhdon lufta e dytë në vitin 1956, pastaj e treta në vitin 1967, ata të cilët i përcjellin ngjarjet e lindjes së mesme e din se çfarë ka qenë lufta e vitit 1967. Pastaj lufta e vitit 1973 dhe në fund i detyruar pikërisht ky Egjipt, i cili thuaj se ishte lënë i vetëm dhe i vetmuar nga vendet e tjera arabe që po bënin hajgare me Egjiptin dhe po i premtonin armë e ushtar si puna e Gaddafit e Saddam Huseinit edhe e mbretërve të Arabisë Saudite. Pas luftës së vitit 1973, Egjipti detyrohet, fal Zotit bëhet, po them nga unë interpretimi jam, marrëveshja e Camp Davidit. Dhe marrëveshje kjo, të cilën e kam shpjeguar në detajet bashkëndësore. E kam kajt, e keni në një nga videot e mia, si nisi ajo marrëveshje e Camp Davidit, roli i Carterit, roli i Anwar al-Sadatit, roli Menahem Beginit, i të tjerëve, i ambasadës amerikane në Kairo, i gatishmërisë së Sadatit që të shkoj edhe në Knesetin Izraelit në Tel Aviv ta maj diskutimin dhe ligjeratën e tij. E gjeni atje nëse jeni të interesuar. Ky Egjipt, pra, i cili është vendi i vetëm, i cili përmendet me emën në Kur'an. Vendi i vetëm. Dhe për të cilën Kur'ani si shkrova në statusin e sotshëm, tek rasti ngjarja e Jusufit a.s. Ajeti i 99 i surës Jusuf e shpjegon kur thot Kur'ani nëpërmes Gjibrilit, te goja e Jusufit a.s. udkhulu Misra, hyni në Egjipt, biselamin aminin,
se aty do të gjeni paqen, do të gjeni rahatien. Një vend për të cilin edhe tek rasti i Musës a.s. përmenden perimet, përmendet historia më interesante në historinë e njerëzimit. Debati i Musës me faraonët, jeta e tij nga fëmiria, egzodi i hebrejve prej andej e deri te koha pastaj e përfundimit të këtij kapitulli të profetëve tek Isa alayhi salam. Ky Egjipt pra kësaj radhe e pati rolin, vendosmërinë që edhe njëherë po them, e nuk është e tepërt, ta shpëtoj Gazën dhe popullin palestinez. Roli i Egjiptit, meq, një mik cilin e respektoj dhe ndjej se më respekton edhe mua qëndrimet e mi, kish shkru në murin e tij në Facebook çdo gjë që guha e njerit e gishtat mbi testatur mujnë me e than e me shkrue zeh për Egjiptin. Pastaj dikush më kishte bërë tag, më kishte bërë tag te muri i tij se profesor Mustafa Bajrami mendon ndryshe dhe pastaj komentova aty për hir ose në shaj respekti për atë që më kishte bërë tag, nuk e njohja dhe të pronarit të atij muri. Po, thash, ka periudha në të cilat politika zyrtare e Kairos, e Egjiptit, do trajtim serioz dhe kritika. Ama, kësaj radhe, ku pikërisht në Egjipt vendoset në nënshkrimi mbi letër për ndaljen e gjenocidit izraelit mbi palestinezët heroik, është pikërisht në Sharm el Sheikh, në një shkretëtijet, në një vend shkretinor, të cilin Egjipti e ka bue mrekulli të Allahut. Kush ka shku e ka pa atje, pikërisht në këtë Egjipt arrin të bëhet marrëveshja. Këtë që e thash tani, është ajo që i thash aty. Po mos ta kishte Egjipti atë rol, pra, të cilën unë e shpjegova. Po mos ta kishte këtë rol dhe këtë rëndësi për Gazën, po pse nuk u bë marrëveshja midis Hamasit dhe Izraelit tazami në Rumani, apo në Maqedoni, apo në Bolivi, apo në Emiratat e Bashkuara Arabe, apo në Mongoli, në ndonjë vend tjetër, po u përzgjedh pikërisht Egjipti, sepse Egjipti, Turqia dhe Katari do t'i ruan historia në faqet më të përzgjedhura të saj për rolin e padiskutueshëm të Erdogan, të e thani atje dhe të Sisit, të Turqisë, të Katarit dhe të Egjiptit me rastin e Gazës. Dhe po jap fund kësaj Egjipti. Para po them që ta mbani mend dhe ta mësoni përmend këtë fjali. Po mos të ishte Egjipti, ky që është në kufi me Gazën, edhe ku me ditë sa trampat kishin qenë, edhe ku me ditë sa vende arabe e muslimanet kishin qenë, ku me ditë edhe sa do të nevojitej, Gaza kish më fshije prej hartës gjeografike dhe gazevitët, palestinezët nga regjistrat e të gjallëve në këtë botë. Egjipti është ai që Allahu ja paskëshbo me nasip, sikur egjiptianëve, sikur administratës politike udhëhecë të Kairos e në veçanti që mua më bën të ndjehem krenar Sheikhul Azharit dhe Universitetit të Azharit,
që në xhamin e Azharit në Kairo dhe në për të gjitha xhaminjat e Egjiptit për çdo gjuma, me rekomandime të Shejkhul Azharit janë bajt hutbe në mbështetje të popullit palestinez dhe të Gazës heroike. Diplomacia egjiptiane viteve të fundit, njëjtë sikur ajo turke, ka ditur të te i kaloj parametrat dhe gjuhën rutinet të diplomacisë që përdoret sot në botë. Dhe për ta kuptuar qëndrimin tim, apo edhe rolin, apo jo rolin, po peshen, rrezikun që i kanoset Egjiptit vazhdimisht. Megjithatë, e mbajti këtë qëndrim në pak minuta, më lejoni të ofroj disa informacione që ju vynë atyre që dëshirojnë, e kanë pasion diturin. Egjipti, vllazën e miq, është i rrethum prej një berezi zjarri si pak shtete në botë. Edhe Turqia është qashtu, por unë po flas për Egjiptin. Është i atakuar nga presionet strategjike nga lindja në Gaza dhe Izrael. Për shka po e thom këto? Po du me shpjegue. Për të argumentu në ato që thash të rritash dhe për të arsyetuar lëshimet e ndonjëhershme të Egjiptit, sepse nuk reagon, se her neve na rok qefi edhe pse s'pimshon Turkia, pse s'pimshon Egjipti. Po ju a jeni të lujt dhe gërgjik, bra. Ju kujtoni që diplomacia botnore, luftat janë, sigur me lujt dhe gërgjika, don cak mat me shkua. Jo, o vlla, dëgjone ju pak historin dhe rrethonat e Egjiptit që megjithatë e bëri atë që vetveten dhe neve në ka bo krenar. Egjipti është i atakum nga presione strategjike. Në lindje kënej Gaza Izraeli, në veri problemet e Mediteranit, nga perëndimi atje problemet me Libyen, që e rrëzuan Gaddafin, nga një Libi e cila i kishte ofruar kushtet si asnjë shtet tjetër në botë për banorët e vet, e shndruan, po them, shndruan në një humner ku lufta ende nuk ka të ndalur, e po të mos kishte qenë roli i Turqisë dhe i presidentit Erdogan, sot me mira njerëz edhe më tutje do të vriteshin në Libi. E heki Rusien prej atyhet, i heki ushtrit e tjera, e heki atë Wagnerin, atë kriminelin e Wagnerit, i heki Haftarin, e më vonë e detyroi djalin e tij të shkon dhe të lidh marrëveshje dhe të jep dorën Erdoganit, me thonë, ej vallah o burse, na shpëtove, dhe u vendos aty dhe e krijoi paqen, sipas gjitha gjasave, mos thom të përhershme. Një paqe që me ja pas lakmi. Por problemet të cilat i pret her pas here Egjipti dhe prej të cilave frigohet, janë të arsyeshme dhe të arsyetueshme. Egjipti është rrethuar edhe nga jugu me probleme Sudani, i cili është Sudani, unë asnjëherë s'kam fol deri me tani se s'po di për shka me fol sefte. Sudani është para një katastrofe të dhëmshme, njëjtë si në Gaza. Aty që ka është të ndodhen lufta qytetare, kështë shka bonën bre. O Zot. Sefte shku në dajten këtë Sudanin, para do vjete, edhe e bënën Sudani jugor, edhe e prënën për presidentat me shishen një i gatë, ja kum pas dit edhe emnin, edhe e dajten. Për shka, sepse Sudani jugor
është gurë e pashtershme e mineraleve të ralla, të arit e argjentit pastaj, dhe i varfër njerëzit vdesin në për rrugë urije. E dajtë njavërën e Khartoumit, mirë po e lanë të varfër për ta eksploatue. Njëjtë kështu po dëshirojnë edhe këtë pjesën tjetër të Sudanit. Luftë qytetare për të nda si pas interesave të jashtme. Egjipti është i rrëthum në jug, edhe prej këtij Sudani me plot probleme, është indikum për problemeve në Somali, në Eritri, në Somaliland në jug, në Yemen dhe në Etiopi. Mos harrojmë, Egjipti është vendi i Nilit, një lum 6650 kilometra i gjatë, që kalon në për zemër të Egjiptit dhe si pas egjiptianve, Nili nuk është vetëm lum, por është burim jete. Për Egjiptin dhe egjiptaset, Nili është jetë, pa te s'ka jetë në Egjipt. Shndrohet në një shkretëtir vdekje pruse. Në qëtë Nil e ngucin në Etiopi. Edhe Etiopia ka drejt me bojë atë pendën, që e ka bo matë madhe më botë. Pa borgje jashtë, menqërije Etiopia, pa borgje jashtë, me të dhëna, me pasuri, me ndihma, kështu vetanake, vetë qytetarët e kanë bojë. I kanë kriju ato bankat e tyre për dhenje, për me ndërtue pendën matë madhe në botë dhe me shndrue Etiopin në një vend si që ka qenë për para perandori. Mirë po, Etiopia shumë marrëveshje që i kanë bo me Egjiptin, se kaq sasi ujë ki drejt me nalë, kaq kështu, ja ka thy kërejt dhe e ka prue Egjiptin para një kolapse. Jetë e Egjiptit tash është në dorën e kujna Etiopijës, sepse Etiopia me dasht i alshon turrën e ujit edhe i merë qytetet e tëra, e shkatërën Egjiptin, e me dasht ja thanë gjithë bujqësin, i cofin blektoria dhe pemtarin e ka ndorë Etiopia. Përveç kësaj, meq, Egjipti, nështë e pak tash jashteme, e dini, sigurisht, e keni mësu në shkolla privat, shkolla fillore, në klas 5, ne i kemi mësu këto sene, tash nuk e di vallahi. Egjipti, e dini, ka 2 burime, edhe përbëhet prej 2 nilave, Egjipti, Nili, prej 2 nilë, është Nili i bardh edhe Blue Nile, Nili i kaltërt, Blue Nile. Nili i bardh, që është dega kryesore, e ka burimin në liçenin Victoria, në kufej midis Ugandës, Tanzanis edhe Kenis. Nili i kaltër këndej buron nga liçeni Tana në Etiopi. Dhe që të 2 rjedha të Nilit shkojnë e bashkohen të hyrja e Khartoumit në Sudan. Që aty po dojnë me jada Sudanin, për me shkatërue, për me qitën 2 goj këtë Egjiptin nalt këto. Kure përmena këtë atë pjesën në atë vaks, kishum telefona me u fotografue celulare mobila, do telefona, do aparata fotografiki mi pas grëng kështu, mi ble ato shiritat mrena sene, kum pas fatin me qenë në Egjipt student, e me shetit Afriken me organizimet e El Azharit dhe organizimet e tjera të studentve. Ishin ato institucionet ta quj të pavarura të studentve të huaj, që bënin organizime e sheti në Aleksandrije, atje poshtë, në Asuane, në Luksore, në përvendet e Afrikëse, dhe jam ndoshta ndër të parët shqiptar, ndoshta, që e pata bo një fotografi
të villa e Leka Zogut në Johannesburg atje. Fal organizimeve të cilat i bënin egjiptasit. Tash, meq, që ky Nil kalon në për 11 shtete. A thamë se buron që atje të Victoria, të Uganda, të Tanzania, të Kenia. Kalon prej atjehit në për Burundi, në për Tanzani, në për Sudanin Jugor, në për Sudanin Verior, në për Eritri, Etiopije, del kanal të dhe vjetë të Egjipti me Egjiptin 12 shtete. Prandaj, Egjipti nuk o mitskoj me pickue Egjipt Izraelin ose sukur çdo shtet që i bën llogarit e veta. Edhe tek rasti i Gazës, me gjithë këto probleme, me gjithë këtë rrëthim të cilën e ka Egjipti me rreziqe e me probleme në momente delikate dhe në momentin vendimtar i shpëtoi popullin e Gazës, njerëzit e Gazës, i shpëtoi palestinezët. Është shqetësim përderisa e përmena Nilin, ekzistencial për Egjiptin, problemi me Etiopin. Etiopia, me sa shihet, sikur Somalilandi ka që mbështetet nga Britania dhe Shëbaja, atë pjesën e Somalis që puqet me detin e Kuq, Babulmanda Boshnatan, Somalilandi është knej këto, që anijet të cilat kalojnë në për detin e Kuq, e që shkojnë pastaj të Akabe, të Izraeli e të Egjipti, dalin tani të kanali Suezit, të jenë nën kontrolin natyrisht të Amerikanëve. Turqia ka shku akomodua, ty ka thonë se edhe në këto 300 vjetë e kun pas ushtrien këto, ma shumë se jo bile, ushtria Osmane, detin e Kuq, Jemenin, Babul Mandab, Somalilandin e ka pasën, është ai pashaj, ai generali i marinës Osmane, shqiptari, Jarova emnin, ai 23 vjetë ka liftue në marrje dhe në mbrojtje të këtyre territoreve që tani po lufton e gjithë bota me i pas në dorë. Nejse, Eritrin, këtë Etiopin, e të raqkat, asi me thonë, e përzin Izraeli dhe e nëzit Izraeli vetëm që Egjiptin ta man nën kontrol. Për këtë arsye po thëmë, rëndësia për Egjiptin, rëndësia e Nilit dhe problemi me Etiopin është problem dhe një rëndësi ekzistenciale. Sido që të jetë, me gjithë rrëthimet në të 4 anët. Njëjt meq, si kur presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, i cili me 26 tetor të vitit 2023, me 26 tetor të vitit 2023, në Rize, teksa po i fliste asoj tur me qindra mijë njerëzve, në Rize, i tha turqve, disa nga hapat tanë mund të jenë të padukshëm, mund të mos jemi në gjendje të shpjegojmë se çfarë jemi duke bërë, por që ta dini se një ditë të afërt do të jemi në Gaza, njëjtë sikur ky, me një përmbajtje tjetër e Sisi në nëntor të 2023-ës
e pa t'i thënë atë fjallën që u bo logo dhe me të cilën Bajagi fitoi nam në Egjipt, tha, ne jemi dhe do të qëndrojmë besnik dhe të ndershëm edhe në një kohë kur besnikëria dhe ndershmëria janë fjalë të pakuptueshme për diplomacit dhe politikat e shteteve të ndryshme në botë. Po e përfundoj me këto dy fjali, duke i ilustruar këto dhe gjendjen e tanishme në Gaza, që ta kemi më të qartë tablën. Problemi i Gazës, problemi i palestinezëve, nuk fillon me 7 tetor 2023. Është justifikim mashtrues, ose është shpjegim, interpretim i atyre të cilët, ose nuk e njohin fare lindjen e mesme, ose janë tendencioz në përmasa të skajshme dhe patologjike ndaj muslimanve dhe ndaj arabëve në veçanti. Problemi i arabëve fillon ditën kur arabët të mashtruar dhe të nxitur me para, e të cilat i refuzoi Sisi 600 miliardet, familjarët e mbretërisë së hershme të Arabisë Saudite dhe të Hashemitëve në Jordan janë ata të cilët e nisin tragedinë arabe kur nënshkruajnë mbi letrat, jo vetëm britanike, por edhe franceze, edhe të kolonizatorëve të rinj që po bëheshin dhe po hinin në skenën e lindjes së mesme, nga jo ko fillon problemi i arabëve. E në veçanti, problemi i palestinezëve ka fillu nga vitin 1948, kur fillon Nakba, dëbimi masiv i palestinezëve dhe lufta e pandërprer e Izraelit për t'i dëmtuar nëpërmes kolonëve dhe shkatrimeve dhe burgjeve dhe zhdukjeve dhe kindapimeve dhe vrasjeve dhe luftave të hapura kundër palestinezëve. Andaj, veprimi i 7 tetorit, që mund të kenë qenë i ditur 100%, se çfarë po bën Hamasi, e kanë ditë qarqe të caktuara, relevante të Izraelit, se Hamasi po do të bën një sulm të tij makabër, e ku vran 1200 qytetar të Izraelit. Kur nuk besoj se institucionet përkatëse nuk e kanë pa këtë përgatitje. Po qyshme nuk e kanë pa që këtë celulartë kontrollohen për atjehet. Çdo gjë kontrollohet për atjehet. Me dron, kufini, qysh nuk e kanë pa. Pe di saksisht se ku është qaj të cilin po e lip. Por, kjo i është dasht administratës së Netanyahut për të vazhduar atë që ka fillu nga vitin 1948, por kësaj radhe me mjete shumë të ashpërta dhe me qëllim të hapur botnisht. Spastrimi i Gazës, dëbimi i palestinezëve, e nëse nuk shkojnë, shfarosja e tyre deri në një. Deri në vidion e radhës, natën e mirë.